Një garë e re dhe e rrezikshme armatimesh në nivel global mund të shpërthejë shumë shpejt pasi traktati kryesor për kufizimin e armëve bërthamore mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusia po shkon drejt skadimit. Me përfundimin e marrëveshjes, Moska teorikisht nuk do të ketë më kufizime ligjore për numrin e kokave bërthamore që mund të prodhojë apo të dislokojë. Autoritetet ruse kanë deklaruar se do të veprojnë me përgjegjësi dhe maturi. Megjithatë, deklarata të mëparshme nga figura të larta politike në Kremlin kanë paralajmëruar se armët bërthamore mund të përdoren nëse vendi e shet të domosdoshme për sigurinë kombëtare. Presidenti Vladimir Putin kishte propozuar zgjatjen e kufizimeve ekzistuese edhe për një vit tjetër, por Washingtoni nuk hyri në negociata zyrtare. Ish-presidenti Donald Trump besohet se i ka dhënë përparësi një marrëveshjeje të re me Kinën për shkak të rritjes së shpejtë të arsenalit të saj. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio theksoi se kontrolli real i armëve në shekullin 21 nuk mund të realizohet pa përfshirjen e Pekinit. Aktualisht, SBA dhe Rusia mbajnë pjesën ndërmuese të armëve bërthamore në botë me mbi 10.000 koka së bashku, ndërsa Kina po shton ndjeshëm kapacitetet e saj. Që prej viteve 70, marrëveshjet mes dy superfuqive kanë shërbyer si garanci për të shmangur për shkallëzimin bërthamor. Traktatet historike si START 1 dhe më pas New START vendosën kufi të qartë për numrin e armëve strategjike. Marrëveshja e fundit u zgjat në vitin 2021 për 5 vite, por me skadimin e saj, bota përballet sërish me pasiguri dhe me rrezikun e një gare të pakontrolluar bërthamore.